Sot nuk është dita luleve apo e urimeve boshe. Jemi këtu për të kërkuar drejtësi sociale, barazi ekonomike dhe një jetë me dinjitet për të gjitha gratë dhe vajzat. Unë dua të ndaj me ju pyetjen më të shpesh që bëhet kur flas për të drejtat grave. Pyetja më cinike dhe më shpesh është: po gratë kanë të gjitha të drejtat, ju pse protestoni? Është e vërtet, gratë kanë të drejtën e jetës. Megjithatë, çdo 17 ditë një gruar shqiptare është vrarë vitin e kaluar. Sot protestojmë sepse gratë vazhdojnë të shtypen, të shvlerësohen, të dehumanizohen. Sepse ne, gratë lesbike, biseksuale dhe transgjinore, jemi shpallur rrezik për shoqërinë, për kombin, për fëmijët. Barazia gjinore nuk duhet jetë thjesht një term që lustron këtë tmerr të cilin po jetojmë, por duhet jetë një ekonomi e drejtë. Është një shtet që nuk të lejon të jetosh në varfëri, është një shoqëri që përkujdesja nuk është bardhë vetëm për gratë, dhe po ashtu ne nuk bëhemi pjesë një herë në disa ditë të kronikës së zezë. Kjo sot në fakt është një ditë shumë e bukur. Do doja me shpirt që të ishim akoma edhe më shumë, por siç tha edhe një pjesë e gocave, këtu jemi edhe për ata që s'kan mundësi të jenë sot. Sot është një ditë feste, por jo e plot, që do të thotë, ne mund të festojmë, por duhet edhe të protestojmë. Se në momenti që e konsiderojmë vetëm fest, atëherë çfarë kërkojmë nga kjo shoqëri? Në momenti që ne thjesht duam të celebrojmë, por në vetvete çfarë celebrojmë? Po ku është shteti këtu? A ka shtet? Shteti ka rënë me kohë, nuk ka shtet. Shteti është mësuar të bëjë ca raporte të bukura për të treguar që ja ka dalë edhe me tregu thjesht që është në rregull me letrat e veta, pa interesuar realisht jeta e këtyre grave. Patjetër që ne